shifni çfarë super pami ka kjo kafja këtu në Korçë të pazari jemi. Ja t'ja u tregoj. Shif sa e bukur. Ja mirëmëngjes nga Korça, nga një ditë tjetër. Unë sa po dola nga dentisti, jam quar herët, shkoja te dentisti, mbarova punë, bëm provën sot sepse do vendosim dhëmbin këtu që mungonte. Edhe tani po dëshiroj një cappuccino të ftohtë te pazari. Është vërtet shumë bukur, siç e patë nga pamjet, është shumë relaks, është shumë qetësi, ashtu siç Korça mund të jetë atë çfarë Korça mund të ofroj. Edhe do ri këtu gjysmore, pastaj do shkojmë të marrim diçka për të ngrënë sot, nuk do gatuajmë edhe në vrap në shtëpitë e Enja. Ju si jeni, si keni kaluar, uroj që t'ja keni kaluar sa më mirë. Edhe unë sot është dita e 12, po ja kaloj shumë mirë te shtëpia, po çmallem me prindrit. Enja po kënaqet jashtëzakonisht shumë me gjyshin në ndajën. Po nuk na mbarojmë të pushimet, sepse do shkojmë pastaj në Navibapi, do shkojmë në Tiranë, pastaj do shkojmë te një fundjavë në Kosovë. Po sigurisht do t'i marrim me vete si gjithmonë, në të gjithë rrugtimin. Tani po pres cappuccino. C'era una volta, kashie italiane, lokali bari ku jam ullur unë. Kush vjen në Korçë ja vlen ta vizitoj, sepse është vërtet edhe shumë i bukur. Jepet ndjesinë e atmosferës italiane, korçare, të ndërthurur. Kur flas për shijen italiane, flas për shijen tradicionale italiane, e tek shija e cappuccinos, që me vërtet është shumë e mirë. E ndërthurur edhe me shijen tradicionale korçare, sigurisht. Ndalesa e radhës në byrektore. Që thoni ju, kemi bler kafe të bluar, 5.000 lekë, edhe na dhanë dhe dhurat një fixhan, edhe byrek të vish në Korçë, do të thënë sot e 2:12 dhe s'kisha provuar byrek. Mora byrek për të gjithë. Me gjiz, me spinaq, me presh, me domate, të gjitha. Qa të ka bërë, mami me? Shika viste. Hallo. Qa është ajo? Këtë me këtë të lutem atë. E hape ti, qa është kjo? Hallo, ju këtu e viste. Hallo. Qa bën ti alo bërë me atë? E ke gjanë mamin? I ka gjanë. Normal, se të vle gjera. Je. Qa ke bërë sot ti? Je bërë që për mirë? Ko pyqo këtë. Ke prishe moj? Këta. Ta shikëm tani që na ka rënë. Këto janë kështu plastelina. Plastelina, kjo është ora, na ka rënë dhe ora. Mama, kjo është ora, ta mësoj morën? Ta mësosh ti. Kurse kjo nuk e di që është. Ta shikojmë. Candy dolls. Kukla duhet t'jenë, që janë këto? Twist, turn, pop. Ja, ta shojmë. Tjetër ka mama? Qa është kjo? Katarina! Me dhe qa bje këtu? Ka ki tjetër? Ja, nuk ka që tjetër. Këtoja. Topi këtë. Këtoja. Këtu është Enja e vogël, këtu është Ergi i vogël, edhe mami ka vendosur bashk. Mirëmëngjesi nga një ditë tjetër. Ja t'jeqim pak syzet. Si u kam, si jeni, si po kaloni, ne jemi akoma në Korçë, unë mbarova me dhëmbët.
me dhëmbë. Domethënë një dhëmbë që kisha për ta vendosur dhe një që kisha për ta kuruar. Edhe po një për të hequr arpallakun e hoqëm, se duhet ta kisha hequr që në moshën 19 vjeçare. Pastaj kurova dhëmbin tjetër edhe vendosa urën këtu për një dhëmbë që më mungonte, që më ishte dëmtuar në shtatzani, e hoqëm dhe vendosëm të ri. Kështu puna e dhëmbëve iku. Tjetër Enja po kënaqet jashtëzakonisht shumë, nuk e di çfarë do bëjmë kur t'i ikim, se këtu domethënë është mësuar me gjyshin, me dajën, me nënën, edhe tërbon e dini ju domethënë çfarë bën Enja pak a shumë. Flokët e mia sot normalisht sa jemi ngritur, nuk ka asnjë gjë të keqe se në shtëpi jemi. Unë përveç se jam e kënaqur që kam mbaruar dhëmbët, jam çlodhur, jam relaksuar se sido që t'jetë Enën e kam pasur me vete edhe këtu, por gjithsesi ajo lodhja sikur ndahet, përgjithësia e mbajtjes së fëmijës ndahet sepse kam dhe njerëz të tjerë dhe nuk është njësoj pesha sikur ti je vetëm, edhe nga ana psikologjike, edhe nga ana fizike. Kështu që kam bërë shumë mirë që erdha këtu e vendosa këtu dhëmbin, se një herë po mendonim që të qëndronim aty dhe ta vendosja aty. Okej, do thoni ju që dhëmbët janë më shumë herë më shtrenjtë jashtë shtetit, kjo është e vërtet. Edhe po mendoja ta bëja kështu, ta pagoja me këste, pak nga pak, po pastaj thash pse du ta bëj unë këtë, shkoj në shtëpi, çmallem, paguaj më pak, dhe ato lekët tjera pse jo i shijoj me fëmijën tim, i mbaj për vete, bëj diçka tjetër, një shpenzim tjetër, edhe tjerë. I dini ju, si të gjithë. Ato e sapet tona. Tjetër gjë çfarë kemi bërë, kemi dalë, kemi pirë një kafe, kemi ngrënë diçka, ndonjëherë kemi porositur te shtëpia, nuk kam filmuar me thënë drejtën këto ditë, sepse e kam shijuar pak edhe me prindrit, me vllajin, pim këtu kafe te balkoni, do na mungojnë bisedat tona, zankat tona, se dhe gricemi normalisht, si të gjithë, si çdo familje. Më shumë nga të gjithë është kënaqur Enja dhe kjo ka rëndësi. Ju çfarë keni bërë, si ja keni kaluar, a keni qenë në Shqipëri, ju që në Shqipëri a keni filluar, mbaruar pushimet. Kjo vera ime këtë vit ishte e tillë, ishte e pa organizuar, po doli mirë. Doli mirë dhe pushime kemi bërë dhe jemi çmallur. Shiko që më dhuruan mua goca. Një komshiu im këtu poshtë, te shtëpia e mamit, shkruan poezi, edhe sa po më dhuroi librin e tij, botimin e tij, të dytë më duket, mos gaboj, të dytë dhe të tretë, me poezi, Botën e pata larg. Ja ta shohim pak tani. Jorida Mbroçi Dervishi. Për mua është kënaqësi e madhe të dhuroj librin. Ti dhuroj librin tim një intelektualeje me respekt të veçantë dhe mirënjohje Nexhat Nallbati. 31 korik 2026 e ka firmosur. Mezi po pres, edhe për mua është kënaqësi jashtëzakonisht shumë e madhe dhe një vlerësim shumë i madh. Shikoj ka shoqëruar dhe me një shprehje të Voltaire dhe Sokrati. Edhe për mua janë dy autorët e preferuar. Një poet më shumë është njeri i keq më pak. Shumë e vërtet. Këtë e ka thënë Voltaire. Është e çuditshme që e vërteta krijon kaq shumë armiq, ndërsa gënjeshtra ka kaq shumë ndjekës. Sokrati. Ja u lexoj dhe shkrimin nga autori, edhe pastaj me si pres t'i lexoj poezitë. Për botën e sotme ka patur dhe ka shumë mendime. Disa e lufdojnë, të tjerë thonë është botë e keqe. Sa me e vërtet dhe të dobishëm njerëzit të jenë, aq më të bukur botën rreth vetes do ta kenë. Bota është e çuditshme, por as pak e keqe. Të keqe atë e bëjnë vetëm njerëzit me cene.
shtëpi ku kemi erdhur. Ky është një lokalet më tradicional dhe më të vjetër të Korçës. Valbona është quajtur në kohët e hershme, në kohët e komunizmit, por shumë këndshëm dhe vazhdon të jetë Vogue Bar, quhet tani. Vazhdon të jetë një destinacion tërheqës për ata që vizitojnë Korçën, por edhe për ata që jetojnë këtu. Ka dhe këndin e Lodrave, siç e pat, për fëmijët. Dhe shiko pamja nga bulevardi. Ja, përshëndetje dhe nga unë. E mora mami, Enja, edhe vendosëm të pim një kafë. Do ham një akullore sot, të meritojmë një akullore me këtë pamje shumë të bukur. Bëm vap në fakt, po Enja ne vendosëm te Lodrat. Do ham akullore dhe pastaj vetë orari i gjumit. Unë e kam marrë me vanilje dhe çokoladë, kurse mami ka marrë vetëm me çokoladë. Kurse Enja vazhdon lojën. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. 'Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know what kind of dress you're wearing tonight, if he's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. You're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do.